Dashme që jemi bashk, kemi nisur kështu pjesën e parë të emisionit. I paralajmërova të gjithë të ftuarit, temat, reportazhet, pjesën e gatimit bashkë me nutricionistën, çdo gjë tjetër që do të na shoqëroj gjatë këtyre 2 orëve. Kemi edhe magjike të vegjël, secila prej rubrikave ka një përgjigje për pyetjet e juaja. Natyrisht që prej 12 majit fillon edhe java ndërkombëtare e infermierëve. Një prej profesioneve që unë shumë shpesh e tham janë heronjët e heshtun, ata që punojnë shumë, përgjithësia atyne është tepër e lartë, por vlerësimi shumë shpesh është i ulët. Dhe kjo jo vetëm nga qytetarët, por shpesh edhe nga vetë personeli shëndetësor, vetë mjekët, duke marrë parasysh që 90% të punës dhe të përgjegjësisë për mirëqenien e pacientit, sidomos atyre të hospitalizuar dhe jo vetëm, është në dorën e infermierëve. Puna e tyre është 24/7. Nëse një doktor e ka rastin, e shikon, e jep diagnozën, kush e vazhdon tutje, janë infermierët, janë mamit, janë ata të cilët me të vërtetë shpëtojnë jetë. Shumë shpesh e kemi cekur brenda emisionit Familja Jonë që në kohët e para luftës, e sidomos edhe gjatë luftës, mamit janë ato që kanë kriju dhe kanë asistu lindjet pa praninë e ginekologëve. E mos të flasim që infermierët kanë informacione të përgjithshme dhe terapitë që japin gjithmonë janë të informuara për historikun e pacientit, anamnezën, nuk guxojnë të japin asgjë. Ka shumë për me folë për infermierët, por patjetër që përveç anës emocionale, përveç rolit të shqejtë që kanë, ne do të flasim edhe për anën akademike, jo vetëm anën klinike. Infermierët kanë një rol shumë të rëndësishëm edhe tek pjesa akademike. Dhe kur jemi të kjo ndarja mes infermierisë klinike dhe infermierisë akademike, është një institucion në Kosovë që e ka bërë shumë mirë profilizimin, por edhe shkollimin e këtyre të rinjeve dhe të rejave. Është Kolegji Hajmerer, i cili gjatë viteve sa ofron studimet për infermieri, ka ndikuar shumë që shumë infermier, shumë të ri të marrin si profil të tyre në infermierin, shumë prej tyre jo vetëm pjesën klinike, të marrin edhe pjesën akademike, sot punojnë, shumë prej tyre e kanë bën edhe duke marrë parasysh që Hajmerer e ka edhe shkëmbimin e studentëve me vendet të cilat bashkëpunon edhe jashtë Kosovës, e shumë detaje tjera të cilat do t'i flasim sot gjatë pjesës së parë dhe pjesës së dytë e emisionit Familja Jonë. Në pjesën e parë unë e thash edhe më herët që kemi të ftuar dekanën Besarta Taganović nga Kolegji Hajmerer, e cila tashmë më është bashkangjitur në studio. Mirë se erdhe Besarta. Mirë se gjeta Sara. Është shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Unë e bëna një hyrje mundova në pika të shkurta sepse me fol për rolin e infermierëve me të vërtetë duhet kohë, sepse është një mision. Me të vërtetë është një mision. Është e vërtet, roli infermierëve më ullë bashkë edhe me folë me ditë tona, nuk di, a munda me përfundu sot, por po mundohem që mi shfaq edhe mi prun pa disa prej sfidave që mbar bota edhe në mbar infermierët po ballafaqohen, e që paka shumë janë ngjashme edhe me sfida që na i kena në Kosovë. E vërtet. Unë jam Besa dhe si që potencove, unë jam dekane e Fakultetit të Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore pranë Kolegjit Hajmerer. Jam doktorante në shkencat e infermierisë në Universitetin e Mariborit edhe mbi këshyre me kam supervisor, jam me fat që kam një profesoresh që është nga Edinburgh University në Skoci. Merrem me pjesën shkencore dhe akademike të profesionit infermierisë zakonisht, pra i takoj kësaj kohës moderne të shkollimit të studentave. Na, jo vetëm në javën e infermierisë, promovimi infermierëve e bojë krejt vitin. Ka shumë aktivitete që ndërmarrim, qoftë për promovimin e infermierëve, qoftë për motivimin e tyre, qoftë për inovacionet që i sjellim në Kosovë si risie që mungojnë edhe në Ballkanin, edhe në shtetet ballkanike ku ne jemi. Të kjo pjesa e inovacionit duhet me të ndalë para se me vazhdu me spjegu, sepse nuk duhet tim shefim dhe tim e modest për inovacionet kur si institucioni gëzoni. Do me thonë qoftë robotika, qoftë inovacionet tjera, të cilat me të vërtet është privilegj për ata që e kanë ëndër dhe mision infermierin, dhe jo vetëm sa me kry një shkollë. E vërtet, përveç ne si institucion i gëzojmë, ata janë bërë për një qëllim që janë studentat, kuadrët e reja të infermierëve,
të avancohen edhe të marrin kompetencen edhe të jenë barazueshëm një farforme me krejt studentat në botë. Çdo kurrikull që na ofrojmë është shkruar në atë formë që është në bazë standardeve të EU-s. Që do të thotë një infermier që studion tek na e ka kompetencën e njëjtë sikurse një infermier që studion në Gjermani, sikurse një infermier që studion në Francë. Po. Duke pas sfidat se çka sjell çdo vit Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve, që është ICN-i, që e publikon një udhëzues çdo vit për hir të ditës së infermierëve, ne jemi të vetmit institucion në Ballkan që e përkthejmë në gjuhën shqipe këtë udhëzues dhe publikohet në webfaqen e tyre çdo vit, që çdo infermier të di ku gjendet situata atyre sot. Çdo infermier të mësohet me sfidat që kolegët e tyre i kanë në vendet e ndryshme. Edhe e mira krejt kësaj pune është që pas përkthimit në gjuhën shqipe secili infermier mund të ketë qasje pa pagesë edhe të marrë statistikat edhe të njoftohet me atë çka infermierët në realitet po kalojnë. Disa prej sfidave që mojmë i potencua që janë me bazë shkencore është që aktualisht sot në botë janë 30.6 milion pozita të çeluna për infermier. Domethënë mungesa që ekziston në botë është 30.6 milion. Nëse shohim për forumit botëror ekonomik se çka publikon, që 76% e infermierëve tregojnë që punën që e bojnë nuk paguhen. Edhe nëse paguhen, paguhen në nivelin standard të pagës. Çka është madhëmshme është se 76% prej tyre infermier janë femra. Se ka kaq shumë, se nuk e zgjedhin shumë infermierin mashkujt disa. A ndodh kjo vetëm Kosova? Jo, është fenomen që ndodh në të gjithë botën. Mendoj kjo pjesa emocionale, humane, njerëzore, është më shumë që pjesa abute njerëzimit e takon gjithmonë femrave, edhe pse nuk po du mu tregu feministe shumë e zjarrt, ama me të vërtet që pjesa humane edhe ndjesia, empatia që e kemi ndaj pacientave është shumë më e shprehur tek femrat. Durimi ndaj situatave të ndryshme është me të vërtet më i shprehur tek femrat. Megjithëse ish-do është të paktën me pas edhe pak më shumë të gjinisë mashkullore, për shkak se e dim që shumë shpesh vetë infermierët janë ata që e bartin pacientin nga shtrati në karrikën lëviz, ose nga një shtrat në një imazhëri, ose ku ta diun, dhe është goxha pesh kur pacientët mund të jenë obez. Po e fula jashtë asaj. Është e vërtet. Sfidat në punë dhe rëndësia e punës me të vërtet që dallon. Me përfundu një infermier higjinisë mashkullore në krahasim me një infermier të higjinisë femrore. Fatmirësisht sot janë avancu me të vërtet shumë shërbimet infermierore që jepen edhe një farforme janë lehtësu. Por prapë se prapë, nëse kthehemi prapë të këto statistikat e ICN-it thotë që 76% e infermierëve tregojnë që janë mbi kualifikuar për punën që e bojnë çdo ditë. Studiojnë më tepër se sa atë që paguhen ose që kryejnë rutinat e çdoditshme. Çka përfshihet, ta themi, në pakën e një infermieri? Çka është saktësisht roli i infermierit në klinika, për shembull? Që ta dim sepse shpesh e ngatrojmë, sinqerisht. Infermierët, nëse flasim për infermierët që i takon një niveli bachelor, që është një studim 3 vjeçar që merret në Kosovë ka shumë vende ku mundesh me marrë, po ashtu është sfiduese për shkak që edhe në kohët e fundit janë bërë kriteret ndryshme për programet e infermierisë, për bartësit e infermierisë, për profesorat që janë të diplomuar në doktoratura që studiojnë shkencat infermierore. Kjo një farforme ka kufizu mundësinë për me studiu në çdo vend të mundshëm. Çka përfshin një pako? Pako e infermierisë, përveç shërbimeve klinike që janë shërbimet infermierore, procedurat infermierore, është pjesa e komunikimit, pjesa e këshillimit, pjesa shkencore e profilit që kanë infermierët. Pastaj ofrimi i rekomandimeve në bazë të asaj pjesë shkencore, çka janë rekomandimet që janë më të mira për me përmirësu një situatë. Infermieri është diçka që mëson çdo ditë. Nuk përfundon studimin mbas 3 viteve bachelor. Studimet e vërteta fillojnë atëherë kur me të vërtetë identifikon cilat janë sfidat edhe ti merr iniciativa për me përfundu një profil që mundesh mi zgjidh çato sfida në mënyrë më të avancuar. Ka programi Po, vazhdojnë, se ta ndola në gjithë. Ka programe kishtë? Po, për master. Që ato dishta me pytë, pse duhet me vendos një vajzë ose një djalë mas bachelorit të infermierisë, sepse me bachelor mund të punojnë. Me njëherë sigurohet një vend pune. Po pse është e nevojshme me ndjek për shembull hapat e besës me bë master, doktoratur? Çka është pastaj ngritja e një infermieri me studime tutje?
Unë për veti gjithmonë të jeta akademike është periudha ma bukur që kemi pas edhe që kemi me pas gjatë të jetës po besoj. Pjesa ku ne studiojmë, ku ne përveç që formohemi si karaktere për atë që jemi sot, profesionalisht jemi më të fortë. Jo çdo kush është i përmbushur me 3 vite studime, jo çdo kush e gjen veten me punu në klinik. Dhe mundësia pas shkollimit të bachelorit me vazhdu specializime ose profile të reja në nivelin master në Kosovë deri para 4 viteve ka qenë me të vërtet një sfidë për me gjetë një shkollim. Unë vetë kam diplomu në shkencat e edukimit shëndetësor dhe u ka një vetë me shkollim master që kam mujtë me regjistru si infermierë, si mami në këtë rast. Sot janë 3 profile komplet të reja edhe për Ballkanin që ju ofrojmë që çdo infermier mundet mu specializu një fushë caktuar. Ekziston një profil që quhet infermieria avancuar, ku çdo infermier ka mundësinë me zgjedh vetëm profilin që atë përmbush. Mundet me qenë infermieri specializuar në pediatri, infermieri specializuar në kujdesin e gruas, infermieri specializuar në smundjet e brendshme. Edhe besoj ky inovacion që deri para 4 viteve i ka mungu Kosovës edhe Ballkanit, sot është i qasshëm për secilin student që e ka interesin për me mujt me qenë i specializuar. Unë çka propozoj edhe sugjeroj gjithmonë ju thëm studentave, nëse vetëm në profilin bachelor nuk i përmbushun, vazhdo një profil tjetër që të avancon me atë çka ki njohuri. Profilet si specializimi i infermierëve në fushat e caktuara është avancim i kompetencës në një fushë caktuar. Nëse punon në spitalin pediatrik, kemi mujt me jap shërbime të avancuara, me marrë vendime klinike që është më e rëndësishme, edhe pastaj me qenë inkuadruar edhe në pjesën akademike dhe shkencore, sepse masterët që ofrojmë janë krejt nivelit shkencor. Po, ideja është se zakonisht përmes emisionit mundohem me informu për gjëra që mund me përfitu shikues tanë. Edhe sot në familja unë kam vendosur me fol me kast për kolegjin Heimerer, sepse jep mundësi të mira përveç studimeve bachelor, përveç mundësisë dhe lidhjes për me i punësu këta të rinj dhe të reja, ka dhe mundësinë e shkëmbimit, siç e thash edhe në hyrje të studentëve, ku në këtë rast mundën me zgjedhë edhe pikërisht këtë, specializimin që e përmende, studimet master, doktoraturën, domethënë dyrë të hapura që ofron baza, kolegji. E vërtet, shumë e vërtet, sepse çdo student që studion tek ne ka mundësinë që të zgjellë të bëjë një shkëmbim qoftë për një semestër, qoftë për një trajnim, qoftë edhe vetëm për një kurs me ndjek bashkë me studentat evropian. Janë mbi 30 partnerë evropian dhe të Turqisë që studenti mund ta zgjellë se ku po don edhe me kënd po don me bashkëpunu. Mundësitë e tilla japin studentit që të shohin pastaj profile të ndryshme, sidomos te personat që përfundojnë ose zgjedhin të përfundojnë masterin në praktikat e avancuara infermierore. Ata kanë mundësi të specializohen në një nga vendet që na kemi partner, siç është Dresden, siç është Franca, kryqi i kush në Francë, siç është Berni, që ofrojnë programin e ngjajshëm me tonin. Është shumë më lirë dhe më kost efektive nëse punonësi zgjedh me sjell punëtorët e tij të specializohen në fushat ku ato japin shërbimet, është shumë më lirë se sa me marrë një trajnim apo stafat jashtë vendit edhe me pagu ekstra. Çdo specializim që që zgjedhin me bë studentat tonë, mu profilizu një fushë caktuar, është brenda pakës studimeve. Përveç asaj, kanë mundësi që të edukohen edhe të marrin kompetencën përveç personave që janë vendor, që janë staf akademik i mirë kualifikuar. Ku ne kom fatin që jam udhëheqë dhe jam drejtu në rrugën shkencore prej personit parë që ka studiuar në shkencat infermierore edhe u diplomu në gradën doktor i shkencave infermierore në Kosovë. Ata kanë mundësi të përfitojnë nga këto raste. Përveç kësaj janë personat evropian, stafi akademik evropian që ne bashkëpunojmë rregullisht edhe që japin ligjërata e që janë shumë afër studentit tonë. Po, domethënë sepse këto është dilema shpesh që po e marr një profesion, ka me gjetë punë, profesioni përveç që e përmendet që studimet shkojnë me metodat më inovative, me teknologjinë e fundit, me informacionet më të përditësuara, në një farë mënyre ose tjetër sigurohet edhe ardhmja e këtyre studentëve nga kolegji. Shumë e vërtetë. Unë mund me ta jap një statistikë që e kemi për kolegjin aktualisht, janë 97% e studentëve që diplomojnë janë që punësohen me njëherë pas diplomimit. Edhe e mira krejt punës është që të 10% e tyre punësohen në vendin tonë. Do thonë një numër shumë i madh që nëse e shohim për jashtë, e shohim këtë kundërtën, mendojmë që kolegji përgatit kuadro për me punësu jashtë vendit.
por 80% e tyre punësohen brenda vendit tonë. Kur them brenda vendit tonë, përveç që integrohen në sistemin shëndetësor, ato integrohen fillimisht edhe tek ne. Çdo student i mirë që ka një kompetencë caktuar, e ka mundësinë e angazhimit, qoftë për një punë sezonale, qoftë për punë më afatgjate, sepse shumica e asistentave klinik, shumica e asistentave që japin mësim sot janë ish studentat tonë. Edhe çdo student ka mundësi me gjetë veten ku është më i mirë. Nëse një student e ka shumë të zhvilluar në kompetencën shkencore, atëherë punësohet automatikisht tek instituti, ku merret me organizimin e summer school, organizimin e konferencës, organizimin ose bashkëpunimin me staf akademik për shkruarjen e artikujve shkencor, publikimin e tyre. Nëse një student është i mirë në pjesën e projekteve ndërkombëtare dhe shumë i qashëm dhe komunikon shumë mirë në gjuhën angleze, ku mundet me majtë ndërlidhjen me partner ndërkombëtar, atëherë punësohet tek bashkëpunimi ndërkombëtar. Po pastaj është kjo pjesa klinike që edhe në departamentin tonë kemi shumë studentë që janë shumë të aftë për një modul të caktuar, që e bëjnë me dëshirë dhe suportojnë studentat, qoftë si tutor të tyre, tutor akademik, qoftë si mentor të diplomës dhe udhëheqin procesin e diplomës, qoftë si udhëheqin programin e caktuar, ka koordinator të programeve që janë studentat tonë. Kjo është pjesa që më shumë të ndihmë në krenar, që të paktën po formojmë njerëz që ne kemi dëshirë me punu me to. Edhe janë tepër shumë ma lehtë me pas një njeri që e ki përcjell për 3 vite studime, bachelor për 2 vite studime, master, pastaj e din ç'është është natyra e punës, njeh si person që je, e din sa janë kërkesat ndaj tina, edhe ma bukur asaj është që çdo hap Kolegji Hajmerë ndihmon për mua avancu tutja. Këtë profilizimin e bën vetë kolegji dhe mësimdhënësit apo studentat bashkërisht se si ndihen? Gjatë punës sezonale studentat angazhohen për disa muaj në disa departamente ndryshme. Pastaj ato shohin se çka është më së miri, ku gjejnë veten me një fjalë, më së miri, ku mundet me mbulu detyrat më së miri dhe një farforme është i kënaqur me atë çka bën. Ka edhe studenta që janë shumë mirë në disa profile, por nuk i kënaqen ato profile. I angazhojmë te pjesë që ato edhe motivohen. Përveç asaj, çdo student që tash punon me vitet e na është tutor i studentave që punësohet, domethënë ju tregon rrugën ç'ish me mbrit në vendin e tij. Megjithëse e bënëm pak krahasimin besat infermierisë klinike dhe asaj akademike, kështu e quajta unë. A është përmbushje profesionale nëse gjatë krejt viteve të karrierës nuk e provon edhe ato klinike, sepse në fakt është ajo ojka e rolit të infermierisë. Është e vërtet. Pjesa klinike ka vendin e vetë dhe është vendi më i rëndësishëm, më i vlerësueshëm që bëhet. Pjesa akademike është ajo pjesa që çdo profesionist e bën sipas perdeve. Na nuk jemi në frontin e parë me pacientin si pjesë akademike. Po jemi ato që i krijojmë infermierët e mirëfillt për me mujt mu ballafaqu me sfidat që i dalin para pacientit. Jemi ato që nëse e realizojmë një hulumtim shkencor, sepse çdo temë qoftë nivelit master, qoftë nivelit bachelor, janë tema shkencore që i shohin ku janë hapësirat brenda sistemit shëndetësor, edhe çka mundemi me ofru rekomandime mi përmirësu ato hapësira. Përveç saj çdo program që e sjellim është diçka që e lehtëson punën e atyre që janë vit parë fronit me pacientin. Nuk është që njihemi shumë brenda sistemit shëndetësor se e kam bën një hulumtim edhe kam me jap rekomandimet. A është përmbushje? Përmbushna me faktin nëse e lehtësoj një proces caktuar brenda sistemit shëndetësor. E që si kolegj besoj që kemi lehtësuar në ekstrem shumë procese, tu fillu për profileve që i kemi ofruar për student postdiplomik. Si menaxhimi shëndetësor, si shëndetësia digjitale, si praktikat e avancuara infermierore, besoj që shumë i shërbejnë institucioneve shëndetësore edhe e lehtësojnë punën e infermierit. Besa gjatë këtyre 3 viteve të studimeve bachelor të infermierisë në Kolegjin Hajmerë, me siguri e keni menduar në plan programin edhe kurrikulën edhe praktikat gjatë viteve të studimet, apo si funksionon kjo Besa? Po, është e vërtet. Programi i studimeve të bachelorit është 50% janë studime teorike, 50% janë praktike. Do të thonë praktika nxen 50% të studimeve. Ne kemi bashkëpunim përveç me institucionet publike dhe private vendore që janë, kemi bashkëpunim edhe me institucionet gjermane, institucionet finlandeze, institucionet e Polonisë, institucionet e Francës. Çdo student që shkon në vitit parë, për semestri dytë, ata janë të obliguar një farforme me fillu praktikën në institucione klinike. Semestri parë është ajo që i përgatit ato për mu ballafaqu me pacientin. Nuk premtoj që i arrim i përgatit për secilën sfidë që kam ju dalë me pacientin, po komunikimi, qasja, empatia që duhet mi shfaq pacientit, sendet ma bazike që i ka infermieria shtyllën
paktën bazat e infermierisë e marrin para se me dalë në klinikë, i marrin në kabinetet tona. Kabinetet tona janë të furnizumuna me pajisje që janë moderne, prej projekteve ndryshme ndërkombëtare, prej vetë financimit, janë kabinete që janë sjelluna prej Regional Challenge Fund, që është një projekt rreth 600.000 euro që ka mobilizu 4 kabinete, 4 specializimet ndryshme me krejt pajisjet edhe që është duket i ngjajshëm me atë që spitali duket. Të cilën studentët veç e gëzojnë. Studentat që e shfrytëzojnë, ku mund të bëjnë praktikën, raste simulimit, përveç saj kemi autoambulancën që ato simulojnë qysh me reagu në rastet urgjente. Pastaj është ICU Lab që është kjo pjesa robotikës edhe digitalizimit. Si mi vendos në mënyrë digjitale sfida që munden mu të i kalu në mënyrën digitale. Një robot nuk është dora infermierit, për sigurt është. Por një pjesë të rutinës e infermierore mund ta përfundojnë. Çdo deklarate e infermierëve në botë tregon për mbi ngarkesën në punë. Çdo deklarate e infermierëve tregon, për shembull, në një forum ekonomik tregon se nëse kishte qenë e mundur që një infermier mu kujdesi pas rregullit vetëm për 4 pacient, $117 milion ishin kursy e para, e dyta 1995 jetë ishin shpëtu, dhe 1 milion vdekje premature në Evropë në vitin 2017 ishin mujtë mushmak. Kjo është sa është ngarkesa e infermierëve edhe sa është mungesa aty në të njëjtën kohë në treg. Po, në Kosovë, viteve të fundit, a është e kënaqshëm numri studentëve që marrin infermierin? Po, në institucionin tonë nuk kemi problem sa i përket numrit edhe të interesuarve për këtë profil. Unë çdo herë them, është shumë me fat për secilin student që vendos me studiu infermierin sepse punësimi është i siguruar. Prandaj edhe potencova disa herë sepse ende nuk e kemi nashta krizën globale për mungesën e infermierëve. Por numrin që e dhash 97% e tyre janë punësuar do të thotë ka nevojë, gjithmonë ka nevojë. Ne çdo vit diplomojmë studenta ndryshëm, çdo vit punësohen studentat në institucionet tona vendore. Është një numër shumë i vogël, 20% e studentave që vendosin me dalë jashtë vendit, qoftë për punë, po një numër shumë i madh i tyre vendosin me dalë jashtë vendit për studimet matuteshme. Sione, për shembull, që jam shkuar në Sloveni, për shkak të mungesës një profili që mundet me ofru një prej shteteve të Ballkanit. Po. Në ndërkohë jemi në muajt kur matura ka filluar vetëm të festohet, sepse ka përfunduar studimi i saj, edhe përzgjedhja e profesionit shpesh është dilemë shumë e madhe, pse duhet një i ri dhe një e re ta zgjedhë infermierin? Duke e pa mungesën, s'po du me anis prej aty, sepse e potencova disa herë, pse duhet me zgjedh. Që unë jam para pasqyrës dhe po them pse donon me zgjedhë infermierin. Në mënyrë që ata që janë asanej, s'po din çka, le ta marrin, ta themi atë klikun e një profesionit që jep shumë dashni në fakt. Është shumë e vërtet. Duhet me zgjedhë infermierin sepse studimet nuk realizohen që janë realizuar më herët. Ne njohim infermierin tradicionale në jetën normale dhe atë çka shohim në spital, një infermier tu ngajt, tu kujdes për 100 pacienta, nashta disa herë tu qenë edhe nervoz. Infermieria sot studiohet në një format krejt ndryshe. Është e vërtet që shumë universitete janë avancuar në mënyrën që shkollohen infermierët. Atë çka thash më herët, çdo inovacion që është vendos, robotika, integrimi i robotikës, qoftë në mësim që na e bojmë tashmë, qoftë në pjesën klinike, mundësia për praktika jashtë vendit edhe brenda vendit, kurrikula që janë standarde me ato shteteve evropiane që mos mundi, asnjë student që është më pak i edukuar se sa ato që gjenden në Gjermani, se sa infermierë që gjenden në Spanjë, në Francë, në Zvicër. Mundësia për shkollim postdiplomike edhe vendosja se ku po don me punu. A është pjesa që të përmbush spitali, apo fakulteti, apo shkollat e mesme të mjekësisë. A është pjesa shkencore që merren me projektet hulumtuese, apo projektet që sjellin grande që me lehtësu punën e çdo infermieri. Besoj që më herët me të vërtet kemi qenë shumë të limituar. Tash kemi shumë dyrë që i çel si studim. Potencoj prap faktin që çdo kush mundet mu punësu vetëm me një bachelor, edhe ka vende për të gjithë, edhe prap ka me pas mungesë për to. Po, sepse fat dashëm apo s'dashëm, është numri i madh i klinikave, spitaleve, poliklinikave, ordinancave, këtë institucioneve shëndetësore ku për me marrë licencën mas pari gjithsesi duhet edhe prania e infermierëve. Lëre mo që nevoja e infermierit në çdo institucion shëndetësor është jetike. Asnjë mjek nuk mund të funksionojë pa infermierin krah ose infermierën. Dhe patjetër që është një
profesion që e the edhe ti edhe unë, përveç mision i shejt, që ka dashni mrena, që ka sfida, që ka humanizëm, është një profesion që nuk të lënë pa punë. Shumë e vërtet. Kryesor jam. Po, por prapë se prapë, po e ritheksoj, sepse edhe në pjesën e 2 do të flasim po ashtu për të njëjtën temë, por do të shkojmë edhe nga pjesa emocionale, do të shtrihemi pak me gjëra edhe tek humanizmi i brenda profesionit të infermierisë, po e ritheksoj, e tha edhe dekania Besa, që në kolegjin Hajmerer, përveç mundësisë së studimeve bachelor të infermierisë, e mira që ky kolegj ofron për gjithë studentët që marrin këtë dek, është edhe mundësia e bashkëpunimeve, punëve të ndryshme, qofshin në vendin tonë, qofshin jashtë vendit tonë, mundësia e lidhjeve me universitete shumë të famshme të infermierisë në botë, për shvazhduar studimet akademike, master dhe doktoratur, si që ka bërë edhe vetë dekania Besa, që këtë frym po e transmeton e tek studentët e saj. Kështu që një arsye më shumë që nëse jemi duke menduar infermierin, ta mendojmë në kolegjin Hajmerer. Është e vërtet. Po them, infermierët janë pjesa më e rëndësishme e sistemit shëndetësor, është pjesa më e madhe në numër e sistemit shëndetësor. Përveç kësaj, është e vërtetuar që është pjesa e pasavendësueshme me dikon tjetër në sistemin shëndetësor. Do të thotë një sistem shëndetësor nuk kish mujt me funksionu pa pas praninë e infermierit brenda. Shumë e vërtet. Besa, unë falenderoj për kohën, për gjitha përgjigjet që na i dhe, sepse me të vërtet është koha e duhur kur të orientohen edhe të rinjtë tonë, të cilët sapo janë duke përfunduar maturën. Shpresoj të shihemi për të mirë dhe patjetër me tema të shumta, sepse nuk është e vetmja që kolegji Hajmerer e mundson për nxënësat, studentat e saj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësia jam. Kënaqësia ishte jona. Faleminderit shumë. Kemi qenë të dashur miq bashkë me dekanën Besarta Taganovic nga kolegji Hajmerer, ndërkohë me një shtëpisë të shkurtër do të ndahemi për të mirëpritur pastaj në studio edhe profesoresh doktoresh Natyra Karaoda Gjurgjala dhe Hanife Hoxha, krye infermiere dhe trajnere profesionale. Patjetër që kanë shumë për të thënë, një karrierë të bujshme, vite të shumta në kontributin e tyre, dhe ajo që ka neve na mbetet është të ndëgjojmë historinë e tyre të punës, të veprës, të karrierës dhe të jetës, sepse domosdoshmërisht jeta e tyre është lidhur me profesionin që ato bëjnë.